Kur Allahu i madhëruar bashkëbisedon me melekët e tij, ku i thot Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe kur u tha Allahu i madhëruar melekëve të tij që në tokë do të krijojë një khalife, një zëvendës, një shëmbëlltyr të Zotit. Dhe melekët ja pritën. I thanë, dolën nga natyra e tyre, se melekët në natyrën e tyre bëjnë vetëm atë çfarë i ka thënë Allahu i madhëruar. Pra nuk kanë instikte, nuk kanë ego. Por i thanë Allahu të madhëruar, a mos vallë do të krijosh një krijesë që do të bëjnë gjakderdhin në tokë, do të bëjnë shkatërimin në tokë. Nëse shohim se çfarë po ndodh në Gaza, nëse shohim se çfarë po ndodh në mbar botën, po melekët pas kanë të drejtë. Ka krijuar Allahu një krijesë që bën gjakderdhje, që bën shkatërime. Po, melekët kanë të drejtë, por Allahut i lindë drejta që t'ja argumentojë melekëve të tij se ata nuk kanë të drejtë. E pikërisht për këtë, për t'ju argumentuar atyre melekëve të tij se Allahu ka të drejtë se thotë do të krijojë një zëvendës timi në tokë, pikërisht në surën Inna anzalnahu fi lejletil qadr, thotë Allahu i madhëruar, tenezzalul melaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dhe i zbret Allahu i madhëruar melekët e tij turma, me miliona, miliarda, i zbret të thotë zbritni në tokë. Dhe shikoni robërit e mi, shëmbëlltyrën time në natën e kadrit se si e adhurojnë Allahun ata. Kanë lënë gjumin, kanë lënë familjen, ditën kanë lënë ushqimin dhe tërë natën me sy të përlotur, me zemër duke ju dridhur, ata po i lutën Allahut të madhëruar. Dhe Allahu këtu ka të drejtë. Vëllezër të nderuar, është e vërtetë se zullumi e ka marrë para. Dhe nga një herë, edhe ne si besimtar, si hoxhallar, elhamdulillah në pesimizëm jo, po drejta saj shkojmë nga një herë. Po na kujtohet me një herë ajeti i Kuranit ku thot Allahu i madhëruar, i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, thuaj robërve të mi, o Muhammed, thuaj robërve të mi, atyre të cilët e shkatrojnë veten e tyre, atyre të cilët e ngarkojnë veten e tyre me hallet e kësaj dynja, me dertet e kësaj dynja, thuaj ju atyre, la taqnatu min rahmetillah, mos e ndërprerni asnjëherë shpresën tuaj nga mëshira e Allahut. Në asnjë mënyrë, asnjë besimtar e ka haram të bie në pesimizëm. Zullumçarët po bëjnë zullumin e tyre, u mbyçin në gjakun e vet. Zullumçarët në këtë dynja do ta marrin zullumin e tyre, por në ditën e gjykimit po e po. Wallahu ghalibun ala amri. Për mbi urdhrin e Allahut, a ka një fitues tjetër? Nuk ka. Por ata vëllezër dhe ata motra do të fitojnë xhenetin më të bukur tek Allahu i madhëruar për durimin që bëjnë, e ndoshta ne do ta fitojmë për duan që kemi bërë për ta. Siç e dim, Nemrudi, një zullumçar ku shumë të tjerë shkojnë në gjurmët e tij dhe ne i dim shumë mirë me emra, donte të hidhte Ibrahimin alayhis salam në zjarr, e hodhi nga një largësi, një milingon, mori një pikë ujë në gojë dhe u nis drejt zjarrit. E pyetën tjerat e thanë, ku po shkon? Të shuaj zjarrin. Me një pikë ujë të shuash zjarrin? E di edhe unë tha që nuk e shuaj tot zjarrin me një pikë ujë, por të paktën tregoj krahun se me ke jam. Vëllezër të nderuar, të tregojnë krahun se me ke jemi. Në sejdë, në ruku, në lutje, ditën, natën, t'ja tregojmë në radhë të parë Allahut të madhëruar, e pastaj t'ja tregojmë edhe familjarëve tonë, po t'ja tregojmë edhe rrethit ku na rrethojnë. Nuk ka besuar në të vërtetë, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i cili nuk dëshiron
për vëllain e tij atë që dëshiron për veten e tij. Nëse ne duam që një ditë ta shohim veten tonë me tavolina plot armë, plot pluma, plot bomba, atëherë mos u lutni për Gazën. Po nëse doni që të kemi sa më shumë bereqet e begati në mesin tonë, atëherë luteni për Gazën, se në moment që do të çel lulja e parë në atë vend, tek ne do të çel një tufë me lule. Zoti ju shpërblet.